Dhe kur ka analizuar në përmbajtje këto të drejta, gjykata kushtetuese ka konstatuar që pavarësisht se janë të drejta kushtetuese, në këto drejta mund të ndërhyet sipas ligjit 17 kushtetues, duke respektuar 3 parimet bazë që janë domosdoshmëria, lishmëria dhe proporcionaliteti. Pra që është domosdoshmëria që ka të bëjë me nevojën e shoqërisë, lishmëria që ndryhet të jetë me ligj dhe proporcionaliteti që ndryhet të jetë proporcionale. Pra në raport me nevojën që ka shoqëria. Pra të shkelet këto drejta në raport me nevojën që ka shoqëria. Dhe gjykata kushtetuese ka konstatuar që jemi para një nevoje të tillë që është shoqëria, që është nevoja e hetimit të veprave penale. Jemi sipas gjykatës kushtetuese në këtë rast në ndërhyrjen me ligj, pra ndërhyrja, shkelja e këtyre drejtave që është bërë zoti Qyno është e parashikuar nga ligji, pra është ndërhyrje me ligj, por nuk është ndërhyrje proporcionale. Pra do thotë që ndërhyrja, sekuestrim, kontrolli i banesës personale të tjera dhe sekuestrimi të pajisjeve elektronike nuk janë në raport të drejtë me nevojën që ka shoqëria në rast konkret ose në rast konkret që ka prokuroria për krimet SPAK-u për të hetuar veprat penale, pra nxjerrja e burimit të gazetarit. Nëse unë analizojmë tek shumë me vëmendje vendimin, konstatojmë që në vlerësimin tim në këtë rast edhe ndërhyrja në këto veprime që ka bërë SPAK-u dhe gjykata e posaçme për zotin Qyno është ndërhyrje pa ligj. Pasi në vlerësimin tim janë shkelur dhe dispozitat procedurale penale që kanë të bëjnë me kontrollin personal të ambientit të punës dhe të banesës dhe me sekuestrimin e pajisjeve elektronike. Pra gjykata duhet të ishte gjykata kushtetuese, duhet të ishte marrë guximin që të shprehte atë që ka thënë gjykata e Strasburgut në shumë raste, ka mbi 25 vjet gjykata 30 vjet gjykata e Strasburgut e shpreh atë që ka të bëjë me lirinë e informimit dhe drejtën për të informuar, por dhe me shkeljen e asaj që them drejtës privatësisë, që mbrohet nga realiteti i Konvencionit Evropian të Njeriut. Pasi SPAK-u dhe gjykata në këtë rast kanë shkelur në të drejtën, jo vetëm drejtën e informimit dhe lirinë e shprehjes, por dhe drejtat e tjera që ka ankimuar dhe zoti Qyno në gjykatën kushtetuese. Sidomos ajo që ka bëjë me shkeljen me drejtën e privatësisë, pra drejtën për të patur secili nga një jetë private dhe shteti për të mos ndërhyrë në jetën tonë private pa që në kushtet që kërkon kushtetuta dhe kërkon ligji. Dhe gjykata kushtetuese shpreh qartë që duke qenë se ka konstatuar shkeljen e lirisë së informimit dhe drejtës së shprehjes dhe ka konstatuar të pavlefshme gjitha vendimet e sekuestrimit, kontrollit dhe sekuestrimit të pajisjeve, nuk ka analizuar drejtat e tjera, pretendimet e tjera të zotit Qyno në gjykatën kushtetuese. Pra, unë gjykoj gjykata kushtetuese që duhet të ishte angazhuar dhe të jepte një vendim shterus, pasi ka jurisprudencë, jo vetëm gjykatës evropiane të Njeriut, po tashmë ka jurisprudencë shumë të konsoliduar dhe gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë italiane,